21 marsi shënon fillimin e pranverës, por për shumë njerëz në botë është gjithashtu nisja fesës së Sultan Nevruzit. Sheh Leonard Shehu thotë se Sultan Nevruzi është një festë ku pranohen të gjitha lutjet e besimtarëve. Ai thotë se fjala Nevruz është ditë e re, ndërsa fjala Sultan nënkupton mbretin. Me fjalën Sultan Nevruz, që përkthehet në gjuhën shqipe, Nevruz do të thotë ditë e re, kurse Sultan është mbret, është mbreti i ditëve. Edhe pse gjitha ditë e bekuara nga Zoti, po janë disa ditë më të veçanta, e pikërisht është kjo. Edhe lindja e Imam Alis. Imam Alia është udhëhesi besimtarëve, është halife, ka qenë halifa i 4. Shehu gjithashtu tha se këtë festë e shënojnë besimtarët që ndjekin rrugën e sufizmit. Sufizmi gjithmonë është mbështet si një mësues shpirtëror në rrugën e Imam Alis, si një dietar, ashtu siç tha edhe Hazreti Muhameti, lartësuari, ku i tha, unë jam qyteti i detyrisë, kurse Imam Alia është porta e detyrisë. Sufizmi mbështetet në Islam, ku Islam është dorëzim të Allahut, në iman, ku është bindje, që mundon ta bindin vetëm se gjithçka është nga Zoti dhe te ai do të kthehemi. E në shënim të festimeve të Sultan Nevruzit, Shehu thotë se në të gjitha tecet mbahet zicri dhe lutjet përmes të cilave mundohemi të ngritemi nga ana shpirtërore. Me anë të zicrit, me anë të lutjeve, ne mundohemi të ngritem nga ana shpirtërore në mënyrë që i Madhi Zot ka atributet e veta, 99 emrat të tij, dhe siç thotë Hazreti Muhammed Mustafa, thotë nuk na nxa Zoti, thotë nuk na nxa gjësia, po na nxa zemra besimtarit. Atëherë zemra besimtarit i pas ka atributet e veta, ku ne mundohemi që moritëve tanë t'ju plotësojmë këtë detyrë ashtu siç e kemi trashëguar edhe nga të parët, e gjitha kjo me një zinxhir deri te pejgamberi jon përmes Imam Alis, paqja dhe mëshira e Zotit që mbi te. Kujtojmë se festimet zgjasin 3 ditë dhe çdo vit nga datat të njëjta.